I mori të shtëpisë time në telefon, hajde tha se i gjeta me burrin tjetër në krevat. Edhe më thon, babi sa hapi telefonin, po mami ti ka thënë dhe mami më ka thënë kaq. Në qoftë se vjen në shtëpinë time, tha, do vish me kokën lart, tha, hajde te nana, tha, se do dërgoj mami djalin vit marr. Po nëse ti tha, është vërtet ajo që ke thënë ai, tha, harram xhiri i nanës, më ka thënë. Unë ndava mendin, e kisha ndarë, se edhe vetë më thoshte, o deta më thosë vetë, të rritet pak çupa, të vdesin nana, ikti, s'po dua më. Po ti s'po doj, dhe mos e babi nuk kam dorën në dritë, e mbajta në gjitha shërbimin. Nënën e mbajta, dhe atë e çova në vendin ku do vëm të gjithë, me gjithë respektin. 2 fëmijët i rrita, çfarë do më moti? Kur e kuptoj që unë nuk do kthehesha mbas gjysmë ore bisedë, më ka thënë kaq. Do vitet përsërishin me këshar, më ka thënë natën. Vërtet më kanë ikur 10 vjet të jetës e shpifur, por kam marrë një gjë të bukur. Kam marrë 2 gjëra të bukura, kam marrë fëmijët një dhe një mësim të mirë për jetën që ku të jetë hapin tjetër, jo të mendojmë një, por të mendojmë 3 herë, një për veten, 2 për